Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 27 shkurt të 2026. Duke se kemi një ditë të vështirë, në fakt, për sa i përket aspekteve planetare, sepse kemi Marsin në katërkëndësh me ujorin ndikimin e madh me Uranin në Dem. Dhe kjo do thot, Marsi në ujor dhe Urani në Dem është një kënd mjaft i vështirë dhe mjaft ndikues. Tregon një tendencë për sa i përket çështjeve, ngjarjeve të papritura dhe ndikime që kanë bënë, por mirë është që duhet jemi të qetë me këmbë tokë për çdo gjë që jemi të përgatitur. Ajo që ndikohen më tepër është Demi, Luani, Akrepi, Ujori, të 10 ose ata janë që kanë planete në këto shenja, do ishte mirë të jenë pak të kujdesshëm në këtë drejtim. Por gjithsesi, mirë është në këtë ditë sepse data 27, jo se ka një kuptim ndryshe, por me qëse ditë premte. Dita premte është dita fërditës, është dita fundjava për dalë për bërë një gjiro, për pirë një gotë verë, për të pirë një gotë birë, ose ku diun. Në këto gjëra, duhet pasë shumë kujdes, arsyeja. Sepse pa pritmas, mund të bëjmë diçka që për qefin tonë, ku diun, dhe të rrisim pak shpejtësinë e makinës. Do t'ju lutesha që mirë do ishte, nëse keni damenje që doni për të bërë qefin tuaj, për të argëtuar, atëre qelsat linin shtëpi. Merrni një shok, një mik, një mikesh, ku diun, tjetë e makinës, jo juve. Nëse keni damenjen, ju bëni si do e përzumtuar, kam dhe t'ju them, sepse është një ditë paka shumë ndikuese, por nëse dim çfarë do të bëjmë, dim ku do të shkojmë, dhe jemi të kujdesshëm, nuk ndodh asgjë. Prandaj them gjithmonë, planetet na diktojnë. Dhe na flasin, na thonë që këtu duhet kujdes. Atëherë neve çfarë themi? Jo. Prandaj nuk humbim gjë, se kujdesemi pak më tepër në këto ditë. Është më mirë për ne. Prandaj dhe ju them, ju bëni si doni. Në anën tjetër, mundësitë që lidhen në vendimet, në ndryshimet, në kohën e duhur, kanë dhe gjërat e tjera në vetvete dhe në çështjet e tjera. Por pas të fillojmë parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për parashikimet e detajuara dhe doni të dërgoni, të blini një paket, për ju që interesoni për parashikimet e detajuara, dhe më pas shkoni tek sekretaria, është pikërisht ai butoni që shkon te Astrologu Pikal, dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet dërgoni një email, pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit, kudo që ndodheni në çdo vend të botës. Por ju që doni që të dërgoni mesazh në lidhje me pyetje përgjigje. Kemi çdo të mërkurë në orën 20:00. Duke dërguar mesazhin dhe merrni përgjigjen. Dhe doni më tepër informacion, por kjo bëhet çdo të mërkurë. Çdo të mërkurë që të jeni pyetje përgjigje direkte, masi përfundon emisioni, direkt shkoni tek ai butoni që shkoni atje, membership që lexon. Aty klikoni atë buton dhe për gjithçka ndikimet e asaj periudhe ose diçka që keni të rëndësishme për muajin, për javën, për ditën, ku diun, e keni direkt aty dhe ua dërgojmë dhe me mesazh ose direkt mund të lidhemi sepse aty është një buton që ju ndihmon në këtë aspekt. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Për ju të shenjës së Dashit, duke se keni një mundësi në lidhje me punën tuaj, në lidhje me çështjet e karrierës, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me gjëra të mëdha financiare, lidhet edhe me takime që do të bëni. Pikërisht kjo ditë është një ditë mjaft e rëndësishme, një ditë e rëndësishme veçantë atë çka bëhet, në mundësi të arta që keni dhe kohën e duhur për të bërë ndryshimin e madh, ju mund ta bëni, sepse është një periudhë shumë e mirë dhe tepër solide në atë çka bëhet. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me luan është e mbarë, por me peshore pak vëmendje, sepse është disa ndikime kohore që duhet kujdes në vendime që do të merrni. Vijojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e Demit.
Dhe të dashur, nëse jeni gati për sa i përket një ndryshimi të madh, ndryshime të mëdha financiare, ndryshime të mëdha që vinë anën tuaj për sa i përket punës, për sa i përket karrierës, për sa i përket ndryshimeve që vinë, por njëkohësisht është një mundësi mjaft e mirë për të stabilizuar anën ekonomike, për stabilizuar gjërat e juaja, sepse kjo periudhë është periudhë që vërtet ndikohet në anën tuaj, por gjithsesi shenjës së demit kanë atë ndryshimin e vet, kanë atë mundësinë e artë për sa i përket ekonomisë dhe punës dhe gjërave të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujorët e ditëshit parë dhe me shigjetar, duke se është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e binjakëve. Binjakëve dashur, nëse keni mundësinë për ditën e sotme, nëse keni takime pune, bëjni mbasdite. Mbasditja shquhet shumë për ekonominë, për stabilizimin, për ndryshimet e mëdha që vinë e kështu me radhë, por e keni dhe mundësinë juve, sepse është koha e duhur për marrje vendimesh të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me shigjetarët e ditëshit parë, kanë bëjnë me ujorët e ditëshit të dytë, që është diçka perfekte, por me virgjëresh bëni pa kujdes sepse është një moment që tërhiqni mos e kput. Nëse është e mundur të gjeni një zgjidhje të mesme në dreka, atëherë është idealja, por nëse nuk e keni mundësinë, lërni për ditë tjetër, mos u nxitoni, sepse kjo ditë është e vështirë në përgjithësi. Prandaj them bëni kujdes. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë gaforja. Për gaforet, në fakt gaforet duket se kanë një mundësinë e artë në takime, në bisedime sidomos, i ka të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështje të mëdha që lidhet me anën financiare, lidhet me një takim ose me një lajm nga jashtë që mund ta marri, dhe kjo është edhe mënyra ose mundësia më e mirë e mundshme për të stabilizuar dhe për t'ja arritur qëllimit që juve dëshironi, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë dhe shumë pozitive për të bërë zgjedhjen e duhur në gjërat e juaja. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me akrep të ditëshit parë, është idealja, edhe pse ju duket pak e vështirë, por është më e mira e mundshme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa i përket luanëve, meqense luanët tani tutje kanë atë mënyrën e të kuptuarit dhe mundësinë e vazhdimësisë. Çfarë ndodh këtu? Ndodh që një nga mundësitë më të mira që do të keni ka të bëjnë me disa vendime të rëndësishme. Këto janë vendime të rëndësishme për sa i përket punës dhe ekonomisë, për sa i përket stabilizimit dhe ndryshimit. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashjet e ditëshit parë dhe me peshkët e ditëshit të tretë është perfektja. Mundoni të zgjidhni gjërat. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, virgjëresha duket se këtë periudhë e kanë tyren. Ky moment që kemi tani është momenti më i mirë i mundshëm dhe i zgjidhshëm në disa çështje problematike. Por një vendim që mund merrni ose një kohë për të shtatshme financiare në biznese, në gjëra të mëdha, është një moment shumë i mirë sepse stabilizoni çështje ekonomike, zgjidhni një problem shumë të madh në anën tuaj, sado që keni pasur çështje të pazgjidhura problematike ose gjëra të tjera, por momenti koha, periudha që ndodhin gjërat, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër e artë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet e duhura, në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me shigjetar duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshorët, meqense peshorët duket se tani, sado që kanë vështirësi në anën e tyre, në punën e tyre, por kanë dhe një ndikim tjetër, lidhje me një punë që e presin që të realizohet, ka të bëjë me jashtë kjo, është shumë e realizueshme, e kuptueshme në ato që do të bëjnë, sepse mendohen shumë për të bërë diçka të madhe, dhe këtë i arrin qëllimit, sepse është vetë koha, është vetë momenti i duhur, stabilizues dhe mjaft kërkues në gjërat që do të bëjnë.
Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem dhe me ujor duke të mbara, por gjithashtu ka të bëjnë dhe me luan të dedicit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot akrepi. Përsa përket akrepëve, akrepët duket se kanë gurin dhe arrën dorë, gjendjen për ta thyer. Sepse kjo periudhë është mundësia, dita më e mirë që stabilizon, simbolizon të ardhmen. Dhe keni sot, prandaj bini pas, sepse gjithçka varet nga puna, varet nga karriera, varet nga gjërat e mëdha që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gaforet e dedicit parë, me peshorët e dedicit tretë, është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, nëse keni mundësinë për të bërë një zgjidhje të rëndësishme, dhe kjo është e mundur të ndodhi, sepse keni kohën dhe momentin për sa i përket çështjeve madhore, për sa i përket gjërave që vërtet ndikojnë në anën tuaj, është një mundësi shumë e mirë për punën aktuale, është një mundësi shumë e mirë për marrjen e vendimeve të rëndësishme, për sa i përket ekonomisë, për sa i përket vazhdimësisë dhe kohës së duhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luanët e dedicit parë, me dashët e dedicit tretë, është diçka surprizuese. Edhe nëse juve prisni diçka që ta realizoni, është koha juaj. Bëjeni. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot britsjapi. Për sa përket britsjapit duket se tani e tutje çdo gjë e ka në dorë, çdo gjë arrin në fushën e karrierës. Është një karrierë që vërtet është mundësia, fundi muajit, fundi problemeve, fillimi i ndryshimeve të mëdha, që ju e keni dhe mundësinë, dhe është koha juaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me luanët e dedicit parë, me peshorët e dedicit tretë, është perfekte. Të peshorët e dedicit tretë është koha sepse është momenti i duhur për zgjerime dhe ndryshime, por gjithsesi e përgjithshme është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve, megjithëse ujorët duket se tani tutje kanë periudhën e duhur për zhvillime dhe ndryshime të mëdha, është një mundësi shumë e mirë sepse çdo gjë e keni në dorë juve, çdo gjë e arrini në sukses, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, dhe kjo është diçka shumë e madhe, me sa duket e keni mundësinë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dem duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot peshqit. Për sa përket shenjës së peshqve, meqense peshqit duket se tani e tutje çdo gjë e kanë mbarë, çdo gjë ja arrin qëllimit të tyre, meqense është një mundësi mjaft e mirë tani dhe koha ka treguar që çdo gjë arrihet, çdo gjë shkon mbar, dhe është mundësia, është periudha më e mirë e mundshme mbi takime dhe mbi vendime që do të merren. Vendime të rëndësishme për kohën, për punën, për vazhdimsinë, për stabilizimin e financave sidomos e kanë një mundësi të artë dhe është e zgjidhshme. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me virgjëresh është idealja me germa shtypi. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht datës 27 shkurt. Këto ishin përsa përket pikërisht parashikimit, përsa përket kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 27 shkurt 2026. Para se të ndajmë bashkë, më rëgëtë edhe njerë, për ju që interesoni parashikimet e detajuara, kemi pikërisht astrolog.al, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Dhe më pas, bleni paketën tuaj, flasni nëpërmjet Viberit, WhatsAppit për gjithçka që intereson. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe doni të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat dhe jeni gati për të dërguar mesazh. Nga një rrotulla, më të mirë një oraj.